Mbi 26.600 nxënës në të gjithë vendin ju nënshtruan këtë të martë provimit të parë të maturës shtetërore atij të gjuhës së huaj. Të emocionuar pas përfundimit të testit, maturantët u shprehën se provimi i anglishtes shkoi mirë dhe se përgatitjet paraprake, veçanërisht testet model dhe konsultimet me mësuesit i kanë ndihmuar në përvecimin e njohurive. Provimi i anglishtes shkoi shumë mirë, ishte test mesatar, por kishte edhe nga 2-3 alternativa që teston atë nxënësin në 9 e dietës, sipas programit. Provimi shkoi shumë mirë, u zhvilluan në ambiente shumë të qeta, administratorët ishin shumë korrekt dhe shpresoj të kemi dalur shumë mirë gjithë. Shkoi relativisht mirë, mund të themi që nuk ishte shumë i lehtë, por besoj se kam dalë shumë mirë. Shkoi shumë mirë, testet provë, konsultimet, leksionet që na kanë thënë mësuesit tanë, kanë qenë çdo gjë, kanë qenë në atë programin e dur. Shumica e maturantëve konsideruan provimin e gjuhës angleze si më të lehtë krahasuar me testet që i presin në vijim, veçanërisht atë të matematikës. Shumë mirë shkoi, ç'është e vërtetë, nuk ishte nivel shumë i vështirë. Ashtu siç e prisja, jo shumë i vështirë. Absolutisht tek testi i matematikës. Nuk ka asnjë test më të vështirë se sa i matematikës. Provimi shkoi shumë mirë, në fakt do shpresha që ishte nivel i thjeshtë, domethënë relativisht niveli mesatar. Arrita të realizoja të gjitha ushtrimet e testit, ishim të qetë, nuk kam frikë, thjesht kam pak emocione, megjithatë besoj që të treja do shkojnë shumë mirë, pak më shumë i druaj matematikës. Procesi do të vijojë më 9 qershor me provimin e gjuhës shqipe dhe letërsisë, më 16 qershor me matematikën dhe do të përmbyllet më 23 qershor me provimin me zgjedhje.